Pra, unë kam ca hallet mija, ca problemet mija. Shumë halle. Se kanë halle shqiptarë, nuk kanë halle shqiptarë. Unë kam hallet të mëdha. Tipit? Po, unë kam një nipe kam dëshmëria të dheut. Motra ime më ka humbur aftësit, mendore, komplet. Motra nuk merr pensionin suplementar që i takon, sepse ka humbur aftësit mendore. Unë jam shumë i moshuar, edhe mu s'ma japin ngarkim. Ne kemi një pa mesa, ju bojnë thirrje nëpërmjet këtu, aman ta morin që ta shpëtojnë. Asaj motrës time i kanë bën elektroshok. Në spitalin Kepesa, ka qenë shtruar, sa është ka humbur aftësit mendore. Po bën mjekimet e nevrozit që shkon këtu. Është hanjur, ka ato shenjat, unë kam vizituar motrën, edhe unë tham gjëra faktike. Ju lutem shtetit, ministrit ato, që të manimoj motrën. Motra rrin fushkruj. Motra quhet Lumturi Sala. Nipi im dëshmora dheut është Etmon Zenel Shuka. Fatkeqësisht baba i ka vdekur më njëherë në Burrel. Motra është shumë smur. Aman, bëni më shteti. Jo mua. S'kam nevojë për lekë, unë kam pension tim, fëmijët e mi, po motra me motra kam shumë keq. Më ndihmoj shteti. A është në spital? Jo, ka qenë në spital, është shtruar, ne kemi nxjerr. E keni nxjerr sepse i kanë bërë elektroshok. Po, ka bërë elektroshok. Mos shfaq që i kanë bërë një Fatime. Që vjen turp. Lexonte profesor, doktoresh, aty profesor. Ku ka profesor në Shqipëri me bën elektroshok që shkon në Skënderbeut? Kjo është një krim i madh për motrën. Pse arrinin ta bënin këtë gjë? Por të motra ka humbur aftësit mendore, si kanë vdekur 2 djemë, dhe s'ka njëri më. Për këtë arsye ajo ishte e shtruar në spital apo? Po, ishte shtruar në spital, mjekësia, po nuk duhet përdorë ato mi bën elektroshok. Megjithëse motra kam aty, unë do kërkoj edhe ekspert. Do kërkoj ekspert. Nëse nuk është vërtet, unë më njëherë do e arrestohem, sepse po akuzoj një mjek, një doktoresh. Pra ju jeni korrekt me ato që thoni dhe mbani përgjegjësi ligjore. Po, maj përgjegjësi penale. Për çdo që thashë edhe për ato oficenat që është aty këtu nxitur me ta, nuk ja tham emrin se nuk është mirë t'ja thosh emrin, Ministri e Mbrojtjes do të mori masa. Kurse për motrën time i kërkoj nim shtetit, që i ke kryeministri, që i ke presidenti, ku ti takoj të pyesin, motra rrin fushkruj. Ajo dihet, me pyet një nga fushkruja, e din gjendjen e motrës time. Nipin e kam ke varrezet dëshmorëve. Këtu. Nuk ka vranë rrugë madhe, e ka qurë shteti atje, kom takuar shefin atje përgjegjësin ku ka qenë nipim atje, më kanë pritur në mënyrë shkëlqyer, po ato nuk kanë mundësi me mnimu. Jo me mnimu me lekë, se unë lekë nuk kam nevojë për lekë, se unë kom pensionin tim. Çfarë kërkon ti? Tash unë kërkoj që motrën me thrasi shteti, ta shohim motrën, në rast i takon ai pensioni, t'ja japin. Sa i kërkon nim, sa ajo është e mbyllur, ka humbur aftësit mendore, shkoj me zor, ne vlla ime, njerëz shkojnë atje me zor, se e gjen për koshat plenëve. Një nan dëshmori. Shihet duke shkuar për koshat plenëve? Po shkon, ku ti gjon se ai nuk kupton. Duan nim që t'ja japin një ngarkim, ku të duan. Po ajo jeton aktualisht banon vetëm, Vetëm vetëm me smun psiqik. Ka unë komplet aftësit mendore, t'ja japin një emër. Se unë e kam majdos, unë jam 80 vjeç tash, po kujt fëmijët vëllezër të motrat, dalin nipa mesa, kush do ta mori sa gjinaf. Ju bëni thirrje për niprit, mbesat, fare fisin tuaj apo për shtetin? Mbesat që apo bashk nipër, mbesa dhe shtetit blidhen bashkë për ta ndihmuar. Për të ndihmuar atë. T'ja japin një ngarkim. Kush do ta mori? Djemtë e vëllezërve të motrat, kush do ta mori atë sa gjinaf. Edhe shteti t'i japë atë që i tako. Pse nuk e ndihmon shteti? Po hajde gjemër, shko këtu ke Ministri e Punës së Brendshme, nuk ka punë jot, ato gjen një dy policë aty, edhe sqarojnë aty, unë kam kërkuar. Unë nuk kam shku për lek, po ndihmojnë motrën. Se i ka humbur djali. Unë sa hapa, sa kam hapa, hapa mu më duket sikur. Po me telefonin e Tiranës. E gjeni. Po me telefonin e Tiranës. Po e Tirana. Ta shoh kusha. Erdha.